Vlora është i vetmi qytet në rang vendi ku projektet infrastrukturore vijnë të gatshme nga Tirana, e përpasoj ato nuk kanë asnjë përputhshmëri me zonën ku realizohen apo funksionin. Vite më parë në sheshin përpara Bashkisë Vlorës u ndërtuan shkallaret si pjesë e projektit për rehabilitimin e këtij sheshi, por megjithëse kanë kaluar tashmë disa vite, banorët e blloqeve të banimit aty pranë ende nuk e dinë funksionin e tyre. Shkallaret sipas banorëve janë vetëm një objekt që pengojnë kalimin dhe pamjen e bashkisë dhe vetëm kaq. Sipas po banorëve, objekti që është ndërtuar nuk do të ketë asnjëherë asnjë funksion, teksa ata thonë se më mirë ishte më parë një park shlodhës ku mund të qëndronin. Po s'ka fare, nuk shikon atë, po them dhe unë, këtë pjesën të kanë bërë si në Boreza, po qa është jo kështu? Dukesh edhe bashkia, ku di unë se qarë bëjnë këta, parat e popullit janë që bëjnë kështu. Dhe neve na paguajmë drita na 200.000 leka, na 180.000 leka. Dalet, jo, sulem atje. Nuk e dua, nuk e shikoj dot, nuk pengon shumë bile. Ta eqin një orën parë. Qa funksionin për t'i qëpa, ka njerëz aty në kë. Vetëm kur të vinë agalarët aty që të bëjnë ato. Populli janë dhe agalarët janë në shkallë janë lartë, ashtu të mos të që këtë kënë kështu të kënë në postë. Kështu të shumë të keqe. A që për bukurin të nëzit, a që kalon, ka apsir, ka gjitha kjo. Asë njerë që funksionin, po pa tjetër. Kush do të dalësh, o do dalësh këtu, o do dalësh familje, të shkosh bashkia. Gjithkush a i se di, do vide pjosi, kush e disa herë, të kush bashkia. A i për bashkia të se që këtë në që Shumë. Qa të hemën, gjithë kotë, këti që qa të bëjmë po kotë, ribosh, po qa ribosh. Po pengon, që s'pengon? Se se bërë një lulishet madhe këtu që të ri njerëzit. Po e shikoj? Që shë shikoj? Të ajo ku e shikoj? Nuk do të shikoj, ashkim se shikoj dot. Ndërkohë pjesa poshtë shkallareve në sheshin përpara bashkisë u parashikua që të realizojë një ambient ku të shpaloseshin punime artistike të qytetit, por ndërkohë edhe ky projekt me sa duket ka mbetur në letër.